Përshëndetje miq, për ata që kanë harru, unë deshta me jau rikujtu, me që se gjatë fushatës nuk e bona, që kom përmen që rastin e gjamist, madhe në Ferizaj se si e kam mbrojt. Atëherë du me shpjegu tash, si ka qenë ajo ngjarje, ndodhë në vitin 2008-2009, ku shumë njerëz janë gjallë dhe e din atë ngjarje, atë citat edhe thjesht kjo për m'ju tregu, së të mos tyre fanatikëve, këtyre radikalve islam, që janë totalisht trush për larë, që s'kan lidhje me islamin tradicional shqiptar, pasi unë e kam përmenë që unë jam shumë tolerant ndaj gjitha feve, edhe i mbështes islamin tradicional shqiptar që kanë marrë gjithë qyshe, gjështë keqta që taman që kanë pasë që është karakterizuar me një tolerancë të jashtëzakonshme fetare ku në radhë parë kanë bizotru vlerat tona kombëtare e pastaj ato tjera. Çka ka ndodhur? Në dikon ka viti 2008 xhamati i xhamisë të madhe, siç quhen ata. Unë jam taku me ta, kam pas një takim, ata kishin pas shumë interesant, ta kishin pas një informat më herët se do të ndodhë diçka tek xhamia e madhe, ku dyshojshin që Bashkia Islame ose disa hoxhallar, mos t'i përfshij gjithë, se ka dhe hoxhallar të mirë, po ka pas disa hoxhallar që unë i kam demasku si profetera pastaj, të cilët kanë dashur që atë pjesën hapësirën, si që shenë edhe në fatë këto para xhamisë të madhe, në Ferizaj kanë dashur me dhanë për lokale. Tash imagjinoni çfarë state. Këta qasë profitera në konë që ato kanë dosh me bo ndërtime aty, e lokale mi bo hije xhamisë të madhe. Kjo është absurd. Pas ja njën aty në ta, veç që kanë pas men të përfiti. Edhe unë ju kom thonë shumë qartë. Halo pa fillu këtë çështje, unë ju kom thonë, takim me përfaqësues të xhamatit të xhamisë të madhe. Unë ju pa ta zotu, thash dine Nisan, thash nuk po besoj që vjen një situatë të tillë, po nëse vjen, unë personalisht si mi gjenë si Bashkim Faziu, kam me mbrojt xhaminë e madhe. Me që bolli, pa ta thonë, bollna i kanë marrë shkit, e kanë marrë pjesën e tukës, se të kuptume, ata për ata që nuk e din. Edhe kisha sërbe, kisha ortodokse sërbe, që është aktualisht që njihet edhe si simboli tolerancës fetare, një të kuptume për ata që nuk e din historinë, kjo kish sërbe është shenjë e okupimit sërb. Dhe kjo është një lloj shenjë krahasur Rashevacit. Po ta më punën e për them, mos të më kesh kuptojnë, për them unë me aja është aty, aja është vendi i fesë ortodokse sërbe, me gjithse qëndrimet paka shumë i denit mija se feja ortodokse sërbe paka shumë nuk është fej, pa është doktrinë nacionaliste, shoviniste, kundër popujve tjerë, sidomos kundër popullit shqiptar, po aja është aty. Edhe kjo kur është kjo kish sërbe, ortodokse sërbe është bërë gjatë mbretërisë serbokroate slovene, do thotë pas pushtimit të Ferizajt, dikon vitet 20, atëherë kur edhe ju ka ndru emrin, ju ka lënë një emër i pushtuesit Rashevac. Në atë kohë është bërë kjo kish, do thotë ja kanë marrë tokën xhamisë të madhe, edhe aty unë e përmena që bollna ja kanë marrë tokën atëherë xhamisë të madhe, edhe unë kam e mbrojt, plus për një arsye edhe më tepër, që ju ka ardhur befasi, po pastaj tjerët e kanë ditë, sa kam thonë unë kam e mbrojt xhaminë e madhe, pasi edhe vetë jam rrit me ujë të xhamisë të madhe. Se aty vendi ku kam lindur në zemër të qytetit, kanë marrë shpesh edhe ujë të xhamia e madhe, edhe shumë kanë thonë familja dhe kom pas një obligim personal edhe me mbrojt edhe më shumë. Edhe këtu, një farë mënyre, konfliktin më të madh që pa ta fillu që kom pas pastaj me ish partinë, ku jam kanë partinë Demokratike të Kosovës, Degan Ferizaj, ku kam qenë shef i grupi parlamentar në asamblejnë në Kuvend Ferizajt, unë pa ta fillu, kur ka orë një moment i tillë, ku ka ndosht Bashkia Islame, me mon leje për ndërtim aty, atëherë unë i kam kundërshtu. Kam kundërshtu, është bërë debati i gjatë edhe në Kuvend, është i njohur paka shumë
opinioni din, kanë shkru mediat, unë i kam demasku, gjithashtu, i kam demasku në kuvend publikisht, Bashkësinë Islame Ferizaj, ku kanë mbledhë në shkrime falso, janë shkrime që janë bërë Gazeta Express, Barfrongë, shumë tjerë që kanë shkru, që i kam denoncu në kuvend, se unë kam qenë shumë aktiv, që din shumë, gjithherë jam kanë aktiv për çdo çështje. Edhe, atë fjallin që ja kom dhonë, përfaqësues të xhamatit të xhamisë madhe, unë e kom majt, edhe politikisht, në aspektin e pjesës që më ka taku, unë e kom bështet, edhe nuk i kam të thu se kom shumë asë një që thënë milimetrë nuk kom lëviz për asoj. Bile kom pas edhe ballafaqime tjera, edhe takime, jam munu me shty në nivele të shumta. Unë e përmena njerë që krahas rujtjes edhe prezervimit të trashëgimisë kulturore, këtë rast edhe xhamisë, unë kam dosh në atë kohë që me jek edhe objektin që janë konë një kafecës që ka qenë aty para kishës ortodoks, unë doshtë edhe ato me jek që me liru komplet. Një projekt që e kom përmen gjatë fushatës, edhe dhëtë më realizua, edhe më ka gjosat realizohet, mund të realizohet. Pos të devijaj, pra, si që dini pastaj gjemati xhamisë të madhe ka pas një grev, janë mbledh ata, që ata besimtarë dhe kanë mbrojt edhe ata në aspektin e vetë, edhe kështu ka qenë një bashkëdyzim, do thot, në aspektin politik. Unë i kom shuk nëna, ja kom dhonë mbështetjen e plot, edhe i kam demasku mashtruesit, para ndo kam vasar ata i kanë bën një kërkesë në kuvend, aty në drejtorinë e urbanizmit, që qytetarët po na lejojnë, dikon ka mbi 4000 shkrimet dhe që një kina mbledhur. Kur i kom marrë në shkrimet krejt me një dorë, edhe ju pa ta thonë, tash mos thime amna po përdor që mënojshim me intervenu dhe pi qendë, si pa ta thonë le të shkon, le t'ja jopin qytetet e tyre, në fshatet e tyre, atë tokën e xhamisë, ose në Ferizaj do vena, le t'ja jopin tokën e xhamisë, në tokën e tyre, në fshatet e tyre, ose venet e tyre, por jo venin e xhamisë madhe në zemër të qytetit të Ferizaj që i takon gjithë qytetarëve. E bile unë kom pas ide dhe shtesë, jam pas taku edhe me hoxhallarin, pa të thonë tashu nuk jam predikus si fes, nuk jam praktikus si fes. Unë i mbështes gjitha fete, kam një besojën e në Zot edhe kam një qasje temën, po thësha para me ndër që farë stati kemi avë. Unë e mbrojsha xhamin para hoxhallarve, ishtë në lumena. Që pa të thonë thash në vend që për shkakun na jemi komun tash, na po dojna diçka në imponim ja bëj xhamin. Në vend që jo më rosh shehet isha për xhamin, unë e pembroj pa u kon i xhamisë më shumë se sa hoxhallar. Se kjo është absurd. Qysh po mendoni, veli thosha do të më lën qelt. Pse më lën xhamin këto të mshelt komplet ose të kisha krejt me qel. Si kum perëndem që aso, unë kom hy edhe në xhami, kom hy edhe në katedrale, në kishën katolike edhe në Ferizaj, ku të kom hy nuk e kam problem, unë ato, nuk kam asnjë paragjykim. Se në i respektoj gjitha fejt që është thash, mi po nuk i respektoj radikalt. Ata radikal, kënë cilës do fej kënë. Qoftë, ma shumë na zakonisht i atribuojmë radikal islam, po ka ndoshta edhe radikal tjetër që nuk i mbështes edhe thjesht kur gjem pyetje interesi në kombëtar, shqiptaria në mbroj shqiptarinë para çdo kujt. Po i respektoj drejtën e secilit me mojt fenë vet në kuadër të lirive që i garanton kushtetuta e Kosovës për me shpreh fenë vet. Pra kjo paka shumë ishte, nuk hy me emna, se paka shumë ata njerëz të din kush janë konë, dëshmitat ase ku që i ku mbështet, është edhe Molla Ademi, shamo që e di që ka qenë aty në xhamin e madhe, është Molla Jaha që kemi me këti jashtëzakonshëm shumë nivele, shumë tjerë. Familjes Idrizi kanë qenë, Regja ka qenë kryetar i xhamatit xhamisë të madhe, e tjerë shumë, po thjesht unë të thash, si që kam thonë ditën e parë aty në që unë kam e mbrojt me çdo çmim gjatë xhami, për unë në xhamisë, edhe me nejt mirë aja,
se unë jam rrit me ujë të Xhamisë të Madhe. Edhe ku mbrojt, edhe më vjen mirë që e ku mbrojt, pastaj është realizuar aty në fund e kanë bërë atë lokalin, zyret e tyre, morgun e të tjera. Tash e pash që diçka kishin me punu është çështje e tyre, derisa nuk e pengojnë, nuk ja humbin, do thot pamje e plot që e ka, e nuk i bojnë hije që shkanë mendu do me nxjerr lokale aty, çka mos me bom prunë të Xhamisë të Madhe. Kjo është pak edhe një lloj vrejtje që du m'ju dhonë edhe besimtarve, që du të me ditë ta ka njerë mas kujna shkojnë. Ne jemi në shekullin 21. Pe përsëris ka gjallar të mirë edhe patriot cilë t'i respektaj. Ka edhe dëshmor që kanë qenë gjallar, po që në radhë pare kanë pas kumbin, lirin të në komtore dhe ka dëshmor pa ta nuk kanë luftu për fej. Se shpesh i kom dëgjune kanë shkru, janë mënu këto grupe radikale gjasikoj që kom dalën për ndalimin e ninjave, që pithojmë, ndalimin e burkave, mbolim ftyrës, pra, në Feriza ju kanë qitë në lloj taboret parseshme, palogjikshme, se ju ka dhimt, ju ka tjek. Edhe prandaj kom thonë, këto jam, nuk e kam njetë me lëviz kërka, edhe thjesht kjo nuk ka të baj. E përsëris, pra, asë që me fen islame, ose kondër muslimave, kur qasë këtë baj, absolut. Ata veç kanë dasht me gjithë, që me thonë, më munu, më qinë tabore tjera, që me pas për kras pas taj tjerë. Ata që unë kanë joftë e kanë ditë që s'ka të baj kjo, kur gjoha dhe unë e kam përmend, disa herë, tash kush ka ro, viktime atyre, është çështje e tyre. Po thjesht jam ky që jam, i kam botlutimet e mia, jam thamë senet njerëzve troq, ashtu sikur që kom fillu prishin me Partinë Demokratike të Kosovës, ka fillu prisha për xhami, se ka pas edhe intervenime. Ashtu du me ime anë apo i din ata njerëz, ka pas lloj intervenime se, do të thonë, ka shumë profitera që nuk gajlohen për mirujt vlerat. Ka shumë profitera, prandaj edhe besimtar që jeni. Keni kujdes mas kujna shkani, keni kujdes çfarë hoxhe. Nëse një hoxh e dëgjoni që ju ban thirrje për me mbrojt fen, me njëherë raportane në organet e sigurisë, saj nuk ja dënë të mirë në t'i vene, aj me ne do me ju shtinë në rrugë radikale. Shkani, mane fejnë, falë, bani që dëni, po mos u merni, mos i kaloni kufit, ku praktikimi i fesë shëndrohet në një lëvizje politike. Mos i kaloni atë kufit, se pastaj ju punoni për tërkan, për agentura, se këto agentura anti-komtare, anti-shqiptare ta punojnë vazhdimisht. Edhe janë të kanë investu, edhe këto burka që i shenin në për qytet janë pjesë e investimit të agenturave anti-komtare, me dhonë Kosovës një imazh komplet tjetër, i cili imazh realisht nuk përkan kur gjom me realitetin kosovar, me realitetin tonë edhe me kulturën tonë. Pra, edhe njëherë po e përsëris, ata që e din, është kanë publike kjo, ballafaqimi imi në kuvend 2008-2009, edhe me pjesëtarët të Bashkisë Islame, disa prej tyre, edhe halo këta e kanë një farinati, e di, ma kanë përmen, për shembull ti ai që na ke lënë pa rruga, për më të çfarë mene ata kanë, që menen e kanë veç të profiti. Shumë frikë më kanë thonë, ti na ki pas lënë pa rruga. Veç nane, veç më thonë faleminderës, që ki ndiku në aspektin politik që me mbrojt xhamin, e me pas pamje shumë të mirë në qytet, si pjesë e kulturës, e trashëgimisë kulturore të popullit tonë, ata më thojnë na ke lënë pa rruga, se kanë pas qëllimin me e privatizuati, me bë rrëshëkulla aty, që si njerëz keni, edhe më shifën propa petkot fetarja, unë jam hoxhe, ja kështu e ashtu. Para mendoj farë njerëz ki kanë jetë që shkojnë në për xhamia, që befasona, që ata mas poko e kanë vend aty dhe me folë për Zotin e mi edhe mësin tjere. Ata i devijojnë, ata vinë, thot me qëllimet të caktuara. Prandaj kudo që i shifni, që po devijojnë prej praktikimit fesë, po devijojnë në rrugë tjera, me njëherë ju zaj mi raportu të organet e rendit në Kosovë, pasi Kosova me që të është storë e suksesin këtë aspekt,
ka zbulu shumë çështje dhe do të vazhdon policia jo me i zbulu. I përshëndes një gjithë ata që unë kanë mbështet e përsëris pra me prova që unë nuk jam kundër shqiptarëve musliman, ata që predikojnë fenë islame sipas traditës, sipas një islami tradicional shqiptar tash. Dërsa kundër radikalëve islam ka me qenë të jetën. Edhe çfarë do radikal tjerë? Qoftë me kryq, qoftë pa kryq. Çka është radikal që na sulmon në rënien tonë kombëtare, unë ka me qenë gjithmonë kundër. Ajo bile mos e diskutoni ato. Po thjesht vizhdishta që t'ingjezim me bon për qëta radikal, që kanë shkru shkamos më kanë qitë të thonë kështë unë jam kundër islamit. Fara me ndër që fara absurde janë mënu me thonë që me të vërtet është absurd, do të mjorë marë aty. Po ata kanë agendën e vetë, ata tentojnë. Para me ndër, se s'futu me do bitimës në tema, ma imaginani më thëshin, i shkruj poshtat që kanë të shkru, më shkryshin që ti të kokeria shkon Vatikan, mu më kanë thonë ti shkon Serbi, para do punë së mëj me shkon Serbi, edhe me dashtë, jo që kena bone sem, po për dalim për juve që më thoni, juve ju pagujnë kur shkoni, e mu më shtim borg. Qëto është një dalim shumë i madh. Pra ky qëndrim i jemi për ndalimin e burkave në Kosovë. Fillova me Ferizajt, kom thonë të nkunë në krejt Kosovën, që e kam bazu në kushtetutën e Republikës Kosovës, në praktikën evropiane, në praktikën e Gjykatës Evropiane për Drejtat e Njerëzit, në Konventën Evropiane për Drejtat e Njerëzit, në emën të sigurisë publike, drejtave të tjerëve, drejtat fare, kulturës tonë, etj. Do thonë edhe siguria publike është shumë me rëndësi mos harroni. Edhe kjo nuk ka të baj asgjë përsëris kundër fesë islame, kur çfarë s'ka. Është këta radikalt islam, burka është pjesë uniformës tyre, identitetit tyre si uniform ushtarake. Thjesht ata dojnë, përse ata dojnë me çdo kusht me imponu një lloj sheriati këtu, po s'kan me arrit. Që kemi thonë të komë. Po du me thonë që kjo nuk ka lidhje, kjo ide e jeme që nuk është në fashpike se kanë thonë edhe tjertë, në kom shkru edhe ma herë kur to, po për politikanë kom doa publikisht haptas, edhe e mbrojt edhe kom moralizu. Po nuk ka të baj kjo kur gjonë të thëshin qka lëvizja të qanit ashtë të thëshin, nuk kam lidhje me ata. Ata asë që di kush janë, po e poshë që ata e kishin si program këthimin, më do që pa ata në këthimin fej, të gjane. Është e drejtë e tyre me vendos çka dojnë. Është e drejtë e gjithë secilit qytetar të Republikës Kosovës me besu kudo ka da. Kërkush nuk mund me imponu. Nuk është çështja jeme ajo. Nuk është misioni jemi. Misioni jam, qëllimi jam është me mbrojt laicitetin, institucioneve tona e Kosovës, që kemi në kushtetut me një entitet shtet laik. Edhe pashto betimi jemi, që këmë thonë, edhe para luftës, edhe në luftë, është me mbrojt, na e mbrojmë kulturën tonë, kulturën shqiptare, thjesht do se cili shqiptarë me e mbrojt ato. Tash këta po dëshin mu këthy mrapa. Unë i thash dikojna një fjole për ju tham edhe juve, kur shdo që arrin me dëgju. Mi thonë dikojna, hajde tash këthemi mrapa, bezom, pak keq kuptim, të kuptohemi, unë i mbështes gjitha fejt, e respektoj drejtën e secilit njeri me ushtru fejnë e tij, edhe të fesë, edhe shqiptar të fesë krishterë, sidomos shqiptar katolik janë për shqiptarë që kanë kontribu ma shumë të në rujtjen e kulturës tonë kombëtare. Mirë po, këthimi që është disa, kjo lëvizja po të qonë se disa tjetë që po menejshin më këthy mrapa shqiptar për muslimani më bo katolik, për mu, pak e shkëptime, për ju thamë, është si kur më këthy për iPhone-it 17, ashtë është moment ose Samsung S25 Ultra, smartphone-at ma 3, e më këthy aty me qëkërk aty sil para 100 vjetë në telefon, do thonë është prapa këthem, është downgrade. Unë jam për upgrade, jam për ngritje, ecje para.
kultivim, marrin e gjitha elementve të mira për secilës fe, çka i kanë të mira krejt. Edhe feja e mëhershme, edhe feja islame i ka të mira edhe tjerë, edhe me ecë para, jo me ato defektet, jo me ato të këqija për shembull. Po jo mu kthym mbrapa. Meqense tash është e drejtë secili mund të më kthy kush do, çka do, kush nuk ka drejt, ja, imponuese me paragjiku dikant që don, me u kthy. Kush s'ka. Është e drejtë e tyne absolute. Mire kushdo që i pengon unë kam e mbrojt ato. Thash, mirë po, nuk është misioni jemi, nuk ka lidhje kjo me mu, me ato që kom prediku, që kom thonë, qëfar ide kom thonë, qëfar thjesht duke fillu me talimin e burkave në Kosovë. Kjo të thotë s'ka lidhje absolut, as kundër një feje, po as një lidhje tjetër çka mundu njerëzit me i qit, me bo, është e drejt e tyne, kjo nuk ka, unë nuk kam lidhje me asken pe atyne. Kjo është burimore, kam shpjegu shumë qartë çka e tek. Edhe një prej argumenteve tash, që ato kum dosh një të kallzu, që një prej argumenteve se unë nuk jam, edhe absurd është, s'ka nevojë marrë se tu fare, po veç deshta mi u kujtu, disave që kanë harru, që kur ka një moment vendimtar, unë jam kona e që i kom ndihmu mbrojtjes së xhamisë së madhe në Ferizaj, ashtu si që keni edhe sot të mbrojtën atë pjesë, dhe jam krenar për ato. Jam krenar e dinë edhe njerëz, i falenderoj gjithë e tjerë për përshëndetje, ju përshëndes, zgjatëm pak, po ka tema shumë, unë kam tema të jashtëzakonshme që janë të planifikuar, ndoshta një podcast me fillu të shoh. Ju përshëndes. Ciao.